është Me një? të kallëzu drejt nuk është si në Kosovë, se atje dyqysh nuk e kanë atë mentalitetin me dalë, mu knaq, ma shumë është atë në punë shpe, deri sa të tranohesh do me thënë. Gjatë sezonës, qomi, e pim kafe në mëngjesit, hajmë bukë, dalim Prishtinë në për kafe. Zakonisht në mbrëmje dalim tani, janë në për bar, janë në për klube tash ti pak ma rrallë se jom rritë tash. Amo po, qështu e kalojmë kohën, mas shumë të në Prishtinë. Mas shumë të në Prishtinë. Po atje është ndoshta shumë e frekuentuar kjo pjesa e jetës natës, me dalë në përbare, me pi një kafe, është Me një? të kallëzu drejt nuk është si në Kosovë, se atje dyqysh nuk e kanë atë mentalitetin me dalë, mu knaq, ma shumë është atë në punë shpe, deri sa të tranohesh do me thënë. Këto jeta dyqysh bëhet dyqysh ma shumë me maletësi. Gjithçka ka shpirt, gjithçka ka jetë, kështu që pak ma ndryshe, normal. Tregove që jeton në Bayern. Është komuniteti shqiptarëve i gjerë atje? Ka shumë shqiptarë që jetojnë? Ku s'ka shqiptar. Po edhe në Bayern ka, si do mos ka Müncheni, ka shumë shqiptar, po, amo ka edhe vene tjera që janë ashta ma të frekventume.